4 ditë pas së vrasjes së një 15 vjeçari me thik në zemër pas një zënke për videolojra në një pikë interneti, ka larguar të rinjtë e shkollave të mesme në Durrës. Bashkohu edhe ti themi jo dhunës, ka qenë ky slogani një manifestimi të organizuar me nxënësit e shkollave për t'i thënë stop dhunës dhe kriminalitetit në shoqëri, përgjatë bulevardit kryesor deri tek sheshi para Pallatit Kulturës Aleksandër Mojsiu në Durrës. Aktiviteti erdhi fal një projekti suedez për familiarizimin e policisë në komunitet dhe përmirësimin e aftësive të uniformave blu në sigurimin e rendit. Shpresojmë të përmirësojmë marrëdhëniet mes komunitetit dhe policisë në Shqipëri. Ky partneritet mund të bëhet shumë i mirë dhe nga të gjithë aktorët lokal, po marrin mbështetje shumë të mirë. Ata vinë me ide shumë interesante dhe të mëdha siç është ky manifestim. Shpresojmë të bëjnë Shqipërinë një vend më të mirë dhe më të sigurt për të jetuar. Projekte të tilla janë të suksesshme, sepse janë banorët lokal ata që i kuptojnë nevojat e tyre sesa ndërkombëtarët. Ndaj jam shumë i kënaqur që jam pjesë e këtyre projekteve. Projekti u zbatua nga 3 shkollat e mesme të Durrësit, si Bernardina Qeraxhia, Leonik Tomeo dhe Hysen Çela, dhe pati si synim informimin dhe ndërgjegjësimin e të rive mbi dhunën dhe pasojat tek të rinjt.